Thonjt një gjë e vogël, por në besën shqiptare kam pasur gjithmonë peshë të madhe. Shumë prej nesh e kemi dëgjuar që fëmijë mos i prit thonjt natën. Por pse? Që fsheh kjo thënie? Të parët ta besonin se natën zgjohen shpirtrat e errësirës. Nëse i prisje thonjt, thoshin se shtrigat a magjistarët mund t'i merrnin ato copa dhe të bënin me to magji të zezë, që sillnin sëmundje e tërslët. Thonjt nuk ishin thjesht pjesë e trupit, ishin një copë e shpirtit. Ka edhe një arsye praktike. Dikur nuk kishte drita elektrike, vetëm qirinje e kandila. Natën ishte e lehtë të lëndoje dorën, ose të humbje thonjt e prerë në përdysheme. Kjo shihej si shenjë fatkeqësie, sikur shtëpia të mbetej pa bereqet. Në disa krahina thuhej, kush i pret thonjt pas perëndimit, sjell varfëri në shtëpi dhe grindje në familje. Ndërsa dita shihej si koha e pastër, e bekuar nga dielli. Sot shumë njerëz qeshin me këtë zakon, por në të vërtetë, brenda kësaj fjale fshihet një kujtesë e thellë, se populli ju ruante vete me besë, me frikë, por edhe me mençuri. Dhe ndoshta edhe sot, kur nata bie, një zë i vjetër ende pëshpërit. Mos i prit thonjt natën.